votat më të ulta thuse deri aty sa u diskutu dhe ekzistenca e saj. Pra duhet jetë apo nuk duhet jetë Partia Demokratike. Kjo e bën akoma dhe vështirë krijimin e një aksioni politik opozitar për t'i bërë ballë kësaj mazhorance politike. Sepse i gjithë debati po funksionon pse s'po ndryshon Partia Demokratike, çfarë bën për ndryshimin e Partisë Demokratike dhe ai përshtatet Partia Demokratike thirrjes së simpatizantëve dhe veçanërisht akoma dhe më tepër shoqërisë shqiptare. Pra, këtu kanë ngecur Partia Demokratike, kanë ngecur pothuajse në një grotë që i ka hapur vetvetes për arsye të ndryshme konjunkturale. Ka një problem. Unë e thash pak më parë emrin e Gazbardhit si një personazh kështu, por nuk e thash në kuptimin për të goditur Sali Berishën apo kreun e Partisë Demokratike, sepse konsideroj që nuk ka asnjë lloj ideje për të bërë ndryshe. Nuk mund ta bënte ndryshe, përveç se kështu siç e bëri. Ishte i kushtëzuar zoti Berisha sot? Diskutim, jo i kushtëzuar se kishte nga rrethana caktuar, por është i kushtëzuar nga materiali i pakët njerëzor që ka për të vepruar formë ndryshe dhe dyta për mos ta quar edhe një herë partinë drejt një konflikti tjetër. Pse? Sepse nëse do bëhet një analizë e thellë e Partisë Demokratike, nuk mund bëhet një analizë pa mbajtur përgjegjësi lideri i Partisë Demokratike. E kuptoj. Përderisa lideri i Partisë Demokratike vazhdon të jetë veprojë, me gjithë verën ai ka qenë pa diskutim kanë vepruar, do veprojnë edhe këto të tjerë. Problemi qëndron, ti të ndërpret me një herë. Problemi qëndron fryma dhe mentaliteti që dëshfaqet. Me thënë të drejtën, pse u do të ndru kryetari i grupit parlamentar, ai ka ca cilësit mia, ja themi ato që i ka. Ai ka një oratori shumë të fortë dhe realisht është një nga njerëzit adapt që mund të krijojë një lloj debati në sallën e kuvendit, është profesional për shkak të edhe burimia apo grind. Edhe ka guxim, por ka edhe një profesion që njeh fanën juridike dhe realisht jeta parlamentare funksionon me komisionet, organizimin e grupit etj. Dhe i duhet Berishës një njeri i tillë. Ky ka edhe një cilësi tjetër që është dhe i paskrupull. Dhe realisht i duhet akoma dhe më shumë. Për hir të vërtetës se u bë dhe cilësi dhe kjo domethënë. Po pa diskutim sepse politik duhet ta kesh paskrupullsin që ti kundërshto sepse nga ana tjetër ke Tauland Ballën, simboli i paskrupullsisë nga e majta, kupton? Simbol i kësaj dhe duhet përballen dy ngjashëm me njëri tjetrin. Se s'mund ta lesh kështu, mund të vendosësh një personal, një figurë, a kupton, nga e djatha me Tauland Ballën, si Tauland Balla filloi merret pastaj me çdo lloj detaj, kupton? Si me vonë ato Durrësit, si ka parë. Kështu që prandaj se kandidun. Prandaj vetëm i vu pastaj ajo ndojnë Tauland Ballën se filluan ndojnë në gjuhën e vet. Mund të ndodhi kjo gjë aty në parlament, se ka ndodhur. Pa diskutim. Problemi qëndron që janë munduar për të bërë një luftë. Edhe Sali Berisha ka kuptuar që betejë e jetës parlamentare është shumë e rëndësishme, është më e rëndësishme se gjitha betejat dhe do ta forcoj shumë atë një pyetje mendoni vetëm ti ose më bëte mendoni vetëm diçka, vetëm një gjë. Po t'ja bëj pyetje për këtë. Ha baja. Se e nisë se shkoni shumë, pastaj shkon larg tema dhe ideja është Eldar është fakt edhe pastaj është fakti krym që me prezantimin e ministrave të ri kemi 6 bashki të Shqipërisë. 1/3 futët zgjedhje. Del zgjedhje. Po. A është e përgatitur opozita dhe desha me të ngacmu dhe i qik atë për debat. A beson se Tirana, kjo për të bërë atë qik avokatën e djallit, a beson se Tirana është futur qëllimisht nga Rama tani për të rrequr opozitën si forcë humbse dhe për të vulosur prap. Unë nuk besoj se, po t'jap mendimin tim, nuk besoj se opozita është gati për të kandiduar në bashkitë e tjera që sidomos për Tiranën, sidomos kushtet ku janë sot, sepse nuk janë akoma të riorganizuar siç duhet ishin të organizuar, e pam dhe në zgjedhjet e fundit, ndërkohë që Rama është akoma duke bërë planet për tani ka hyrë për 2029-ën. Si do e marri pushtetin në 2029, se tha, 2050-ën tha ikim, unë tha, ju tha se unë gjatë do kem vdekur deri atëherë, po ta fusim me Putinin,
të japinin e këto tjerët, ata do ndryshonin organet dhe tash jemi çuna të ri than. Kështu dhe puna këtij se fillon typën lezeti edhe për të jetuar gjatë kur je në kushte komode. Problemi është që vetëm ato skamurit s'kan çau humin edhe nëse nuk jetojnë më. Ideja është që njerëzit në aty e mendon kanë optimizëm se mund të luftojnë për Tiranën përpos bashkive tjera siç është Seriku, Vlora, Mati, Tepelena dhe Berati. Dhe a është kurthi i Ramës ky për t'i tërhequr drejt zgjedhjeve për Bashkinë Tiranë për t'ju justifikuar dhe pranin në parlament sepse këta kanë një lloj, me sa kam dëgjuar unë pak nga informacionet kështu, gjys informacionet që kam nga PD, kanë një lloj projekti që për ta pranuar mandatin mos hequr dorë siç bën atëherë me Luzin Bashën që dori një gabim fatal dhe i madh, të mos marrin pjesë në jetën parlamentare më shumë se sa një herë në 6 muaj sa për të mos hequr mandatin. Jo, realisht këta tani dëgjoj, do të them mendimin tim, jo, do të them mendimin ashtu siç e mendoj unë dhe si është. Unë shoh shumë modelin ekonomik në kuptimin se si qarkullon ekonomia e vendit. Pra, kush janë sektorët që e mbajnë ekonominë familjare. Ke një administratë shumë të madhe. Një administratë shumë madhe. Ke një biznes i cili është krejtësisht mbahet në kurrizë qeverisë. Pra PPP koncesione. Edhe ato sektor që i kanë privat, po përsëri marrin nga këto koncesione dhe i ofrojnë këtej. Ke edhe një industri e ndërtimit e cila më tepër ka pastrim parash se sa grupet kriminale. Temi të vërtetë tani edhe ta themi atë se ekonomia jonë nuk mund të prodhoj një lloj fluksi të tillë ndërtimi. Ne nuk s'kemi asnjë lloj gjë. Pra, ky është pak a shumë prodhimi i brendshëm bruto joni dhe gjithë të shohësh GDP-n janë të papërfillshme të gjëra. Kështu që duke pasur këtë model ekonomik, ne kemi një shoqëri jo të lirë. Se mos harrojmë, kemi edhe një shoqëri të indoktrinuar. Kemi edhe një shoqëri e cila po e braktis vendin, ka hikje masive në qoftë se do dilni jashtë Tiranës, për shembull shkoj te shtëpia prindërve atje në Rrshen, në Mirdit dhe atje bushatis totalisht. Nuk shoh quna të ri ma. Realisht të sheshit që ka një shesh shumë bukur Rrsheni. Diku ishte plot, tash po ose ju ke qenë, nuk shef 2-3 quna të ri. Është e habitshme, domethënë, që po hikin çdo ditë dhe sipas një statistike që pash para 2 ditësh, 3000 familje në vit ikin nga periferia dhe shkojnë drejt Tiranës. Pra gjithë shoqëria po vjen Tiranë, Tirana po bëhet Shqipëri, Shqipëria po bëhet Tiranë. Pra po merr fund gjithçka tjetër. Kjo të thotë që shoqëria është dhe më e kapur. Shoqëria është krejtësisht e kapur, është krejtësisht e nënshtruar ndaj gjithë këtij mekanizmi shtetëror që për hir të vërtetës bëhet akoma dhe më arrogant me kalimin e viteve, se ndjen veten shumë më të fuqishëm dhe doni apo s'doni, kaq është pyetja. Prandaj që të prodhosh një frymë opozitare, prodhosh një opozitë fort, kërkohet pa diskutim edhe një shoqëri e lirë. Po kur flasim shoqëri e lirë edhe ekonomikisht, mos ketë frikë se do kërcënohet me copën e bugës në vendin e punës. Se sot po kërcënohet me vendin e punës, automatikisht i kërcënon me copën e bugës. Pra këtu në këtë, sepse